Mirëlidha miq të Partizani Channel, në arenën e më sot kemi përballjen e parë zyrtar për skuadrën e femrave, pra edhe pse kampionati ka filluar, jemi në javën e 4, skuadra jon ka zhvilluar vetëm një takim, skuadra drejtuar nga Cyme Lulej, fitoren e fundit ndaj Kino Studios me rezultatin 0-2. Darjen nga jeta të ish kryeministit të Shqipërisë Fatos Nano, ndaj dhe ky është një moment ku do mbajmë 1 minutë heshtje në nder në kujtim të një figurë të njohur të politikës dhe kulturës shqiptare. Bushati, krosimi i hershme, Doçe provon goditja dhe shkon në rrjet, 1-0. Ka shënuar Partizani, ka shënuar lojtara me numër 7 Melisa Doçe. Bushati, mjaft mirë tashmë për Gashin, gjithmonë Gashi, mundësia goditja dhe 2-0. Shënon sërish Partizani, sërish bëhet protagoniste Bora Bushati me atë asistim të bukur për Gashin, për Liridonën, saktësisht e cila shënon dhe golin e dytë personal në 2 takime. Bushati, mundësia për provuar tashmë. Le të shikojmë çfarë sjell ky aksion teksa Bushati provon një top të gjatë të drejt zonës ku ndodhet Gashi, mundësia mjaft e mirë për shënuar të golin e tretë. Në zonë kemi të Doçen, Gashi e godet dhe 3-0. Shënojmë gol e limitet e kohës shtesë në këtë pjesë e parë. Shënojmë dhe gol e tretë të dytin personal në këtë takim të Liridona Gashit. Shikon port në godet me njerë dhe shkon mbi trak, kjo e goditje e majt. Tentativë të për një pas njëshme, edhe vjen goli 4 sërish Gashi, e cila e bën tripletën brenda 56 minutash. Është Partizani që shënon dhe golin e 4 me anë të Liridona Gashit. 4-0. Habili. Shikoni, tjetër mundësi, 3-2 tashmë, Exona rrotullohet, lëviz mjaft mirë, Bushati goditja, shkon në rrjet, më në fund vjen dhe goli për Bora Bushati në minutën 58, 5-0. Kadioli, e fort, grushton portieri Margjeka, topi një bet në rëmuj dhe njerë, mundësia tjetër, shikoni asistimi, mi hershme goditja dhe 6-0 Hyseni. 59 minuta, 6-0. Rushaj, Kadioli, edhe njerë për Rushajn, e mbron mjaft mirë Rushaj, e cila dërgon tek Habili. Le të shikojmë, Habili për Liridonën në zonë, goditëse vjen dhe goditja, vjen dhe goli 7. 7-0. Sërish Liridona që bëhet protagoniste absolute me 4 gola të shënuar. Exona, Kadioli, e fort dhe vjen goli 8-0. E kërkoi në çdo mënyrë golin Kadioli dhe gjeti në këtë mënyrë potente kjo goditje, fort. Proteston Abila, por ka qenë një takim korrekt nga gjyqtarja Kullolli, nuk ka asgjë. Por çka të goditje që shkon në rrjet, çfarë goli ka shënuar Bora Bushati për të 9-tin gol me një goditje kryevepër, një gol fantastik duke shtangur portierin Dashhana për të 9-ën herë